Vetëm mediat profesionale dhe të pavarura mund të kontribuojnë për zhvillim qëndrueshëm dhe demokratik në epokën e ndryshimeve të shpejta teknologjike, thon nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale me rastin e 3 maj, ditës botërore të lirisë së mediave. Shtojnë se liria nënkupton të drejtën e gazetarëve për të hulumtuar pa presione, por me zhvillimin e inteligjencës artificiale, kjo e drejtë merr një domethënie të re dhe përballet me sfida të reja. Inteligjenca artificiale hap mundësi të reja për avancimin e gazetarisë hulumtuese, automatizimin e krijimit të përmbajtjeve dhe kontrolli përshpejtuar i fakteve, por sjell edhe rreziqe të konsiderueshme nga aspekti i gjenerimit të dezinformatave, lajmeve të rrejshme dhe videove manipuluese. Inteligjenca artificiale paraqet resurs të rëndësishëm në praktikën gazetareske, por ajo nuk duhet plotësisht të zëvendësohet me kontrollin e detajuar, mendimin kritik dhe objektivitetin. Sipas SHGM-s, nevojiten reforma urgjente dhe koordinuese për përforcimin e sektorit mediatik dhe përmirësimin e pozitës së gazetarëve. Shtojnë se legjislativi kombëtar ende nuk është harmonizuar me standardet europiane, ndërsa keqpërdorimi i të quajturve padi strategjike kundër participimit publik mbetet mekanizëm për presion ndaj medjave dhe gazetarëve kritik. Политичарите, особено оние на позиции на моќ, треба да преземат одговорност и да придонесат кон создавање на култура на почит, транспарентност и конструктивна комуникација со медиумите. Преку јавно признание на улогата на новинарите во демократското општество и воздржавост од навредлив говор, може значително да се подобри целокупната медиумска средина и да се зајакне довербата на јавноста. Në raportin më të ri të Reporter pa kufi, Maqedonia ka shënuar rënje prej 6 pozitave në indeksin botror për liri të medjave për vitin 2024 dhe është ranguar në vendin e 42. SHGM vlerëson se raporti është real dhe tregimi balancuar i gjendjeve që qartë tregon sfidat si dhe nevojën për reforma thelbësore.